Po, mund të thua që ka qenë një periudhë super e çmendur për mua. Jo, realisht jam super mirënjohëse për çdo gjë që po ndodh. Kam marrë shumë këshilla nga speciet e tjera në zhduke, duke më thënë që duhet të rrihet qet, çdo gjë të jetë okay. Një shout out për Tiranën që e bëri të mundur të gjithë këtë, e vlerësoj shumë, jam shumë mirënjohëse. Me sa kuptova, kanë vënë emrin tim sipas një revolucioni. Pra revolucionit kanë vënë emrin tim. Edhe realisht kisha kohë që prisja një vlerësim të tillë, sepse shpesh herë njerëzit shifnin thonin flamingo, roz, wow, sa bukur. Po tani realisht po e ndjej atë vlerësimin që kanë ndaj meje. Intervistat po mu desh të anulloja një 2 këtë javë nga kërkesat e larta. Unë me shoqërinë time, me familjarët, me partnerin, do vazhdojmë të qëndrojmë këtu ku jemi. Ndryshimi vetëm që presim dhe shpresojmë të ndodhi është thjesht ta pastrojmë pak ambientin, asgjë tjetër, sepse ne do qëndrojmë këtu. Nuk është se kemi plane të lëvizim, jo, ato thashë themet nuk janë të vërteta, do qëndrojmë këtu. Ndaj edhe një herë shumë faleminderit të gjithëve ju, sepse nuk e prisja, gjithë dashamirësi. Faleminderit të gjithëve.